kjo që dëgjuam është në vazhdën e shumë shpifjeve dhe në vazhdën e shumë propagandës që është bërë. A ka kryetarë të komunave të tjera që vinë me u konsultu me ju për çështjen e nënkalimeve? Po, zoti Pandori, ka pasur, ka dhe i kam mbështetur ata, se jemi parë përmes nënkalimeve, por në përgjithësi nuk ka sektor që nuk është transformuar në komunën e Ferizajt, edhe ku ne nuk e kemi shtrirë dorën e mbështetjes dhe dorën e një avancimi dhe progresi të lartë në secilin prej sektorëve. Po fillojmë fjala po vije me shëndetësinë. Ne në shëndetësi jemi duke i përmbyllur projekte të cilat pastaj nuk do të ketë nevojë të investohet së paku në 50 vitet e ardhshme. Pra kemi ndërtuar infrastrukturë edhe mbështetje edhe të shërbimeve, të cilësisë së shërbimeve, çka do i shtojnë edhe më shumë në mandatin e ardhshëm. Po ashtu në shkollat e komunës Ferizajt në arsim kemi ndërtuar 11, kemi filluar ndërtimin e 11 shkollave, ndërsa kemi përfunduar 7 prej tyre. Në 28 shkolla të komunës së Ferizajt kemi rregulluar edhe hapësirat e brendshme, por edhe hapësirat e jashtme, ku kemi ndërtuar fusha sportive, parqe edhe kënde të ndryshme për rekreacion. Edhe shkollat e tjera po kështu do i pret kjo dorë e investimit. Gjithashtu kemi mbështetur dhe jemi kampion të mbështetjes në nivel të Republikës së Kosovës në bujqësi, sepse përmes mbështetjes në bujqësi kemi dashur të japim së pari një vlerësim të punës, të djersës, të bujqëve dhe të fermerëve të Ferizajt, po megjithatë një siguri ushqimore, sepse të mbështetësh bujqët dhe fermerët është edhe mbështetje për sigurinë, respektivisht për ushqimin që ne e konsumojmë në tavolinat tona. Mbi 10 milion euro ne kemi mbështetur fermerët dhe bujqët tonë. Por ajo që na bën kampion është të rikthejmë të arsimit dhe mbështetja për studentët tonë. Ne po t'i mbledhësh gjitha qendrat e mëdha të Republikës Kosovës nuk bëjnë sa ne kemi bërë në mbështetjen për studentët që kemi mbështetur. Sa bursa e ndo? Në këtë mandat kemi ndarë 3500 bursa për studentët e Ferizajt që kalon shifrën për 2 milion euro, por ajo që është e veçanta e programit për Ferizajn e gjeneratës tjetër është se kemi në program një bursë të veçantë që do të jetë për secilin student që përzgjedh ndonjërin për drejtimeve deficitare universitare do të ketë bursë për 2.000 euro. Kjo është njëkohësisht, zoti Pandori, edhe një mekanizëm mbrojtës për atë që ne kemi parashikuar që po ndodh, madje këtë çështje kam ngritur edhe në nivel të Qeverisë e Republikës Kosovës me kryeministrin e Qeverisë e Republikës Kosovës zotit Albin Kurti, po shkakun se shumë shpejt, shumë nga shkollat tona mund të mbesin pa kuadro. Prandaj ne kemi marrë këtë program që të mbështesim pikërisht të rejat dhe të rritan që të zgjedhin drejtimet deficitare në mënyrë që nesër të kemi kuadre të cilat do jenë pjesë e mësimdhënies. Kishte dashur më nxjerr video 9 regjia, po shkojmë tash pak te do kritika. Video 9. Nëse ju e konsideroni që dikun 50 milion euro të investohen në gjatë 10 viteve në 2 nënkalime, 2 gropa betoni në qendër të shtetit, këtë e quani zhvillim, e transformim, unë konsideroj që vetëm 2 gropa betoni? Janë 2 gropa betoni ku ndërmojnë era kanalizim. Oponentët tuaj politik në komunën e Ferizajt fjalën kyçe e kanë betonizim kur flasin për ju. Në fakt, kjo që dëgjuam është në vazhdën e shumë shpifjeve dhe në vazhdën e shumë propagandës që është bërë dhe ka një lloj kuptimi kushtimisht të them në thojza për shkakun se është fushat. Mirë, po qytetarët e komunës së Ferizajt më së miri e dinë të vërtetën e punës tonë, të angazhimit tonë dhe të projekteve tona. Dhe pikërisht po qytetarët unë dua t'jap një sqarim se u tha që nënkalimet kanë kushtuar 50 milion euro, nuk kanë kushtuar 50 milion euro. Kanë kushtuar 2 nënkalimet kryesore vetëm 13.5 milion euro. Edhe nënkalimi i parë dhe nënkalimi tashmë që kemi inauguruar të stacioni i policisë kushtojnë të dyat bashkë 13.5 milion euro. Një pyetje shumë shkurt, nëse ka mundësi me më përgjigj sinqerisht. A ka kryetarë të komunave të tjera që vinë me u konsultu me ju për çështjen e nënkalimeve? Po, zoti Pandori, ka pasur, ka dhe i kam mbështetur ata, sepse nuk i shoh përmes përkatësisë politike kryetarët e komunave, po i shoh përmes qytetarëve që ata ju shërbejnë. Jam shumë i lumtur që unë kam mbështetur kryetarë të tillë, madje jo vetëm në çështje të
projekteve përmes arkitektëve që unë kam një ekip për mbi 15 profesorësh, inxhinierësh, arkitektësh që gjatë gjithë kohës kanë qenë pjesë e punës të ekipit tim, por i kam mbështetur edhe me ekspertizë pikërisht të tyre sepse ka mundur që ndonjëri prej punëve dhe projekteve të kryetarëve që i kam kolegë të mirë të shkoj keq, por unë i kam mbështetur me këtë ekspertizë dhe jam i lumtur që këto projekte tashmë kanë përfunduar me sukses në këto komuna.